Për herë të tretë radha zgjedhjetra qytetarë të Tetovës protestuan para drejtorisë të ardhurave publike në Tetov për të kundërshtuar, siç thonë, padrejtësinë që u bëhet me tatimet retroaktive. Qytetarët kërkuan anulim të menjëhershëm të këtij vendimi, sepse siç u shprehen, kjo nuk është gjë tjetër veçse grabitje e qytetarëve. Kërkojmë ndalimin e kësaj praktike të turpshme për shtetin, kërkojmë pezullim të gjitha procedurave ndaj qytetarëve. Kërkojmë ligj të qartë, jo kurth ligjor, sidomos për rezidencën tatimore dhe rregullin e 183 ditëve. Ose sqarojeni për të gjithë, ose mos e përdorni si shkop kundër popullit. Kjo çështje nuk prek 10 persona, prek mijëra familje. Prek njerëz që punojnë jashtë, që mbajnë familjet këtu, që sjellin para në këtë qytet dhe në këtë shtet. Dhe çfarë marrin mbrapsht? Fatura, presion dhe kërcënime. Sot nga Tetova po u themi institucioneve mjaft më, nëse nuk ka përgjigje, do të ketë shumë qytetarë në rrugë, nëse nuk ka drejtësi, do të ketë më shumë zë. Protestuesit kërkojnë nga DAP pezullimin e vendimeve tatimore me efekt retroaktiv, njohje e dokumentacionit për statusin e jo rezidentit, pagërkuar formalitete shtesë, qartësim dhe transparencë institucionale. Hapje të dialogut për zgjidhje të drejtë dhe të qëndrueshme, udhëzime të qarta për trajtimin tatimor për qytetarët të angazhuar në misione ndërkombëtare. Shumica e këtyre qytetarëve kanë qenë të angazhuar nga kompanitë që kanë pasur kontrata pune në bazat ushtarake amerikane në Afganistan dhe Irak.